Pavarësisht se ditët, muajt kalojnë, asgjë nuk ndryshon në ecurinë e punimeve për ndërtimin e shëtitores lungomare në zonën e plazhit të vjetër. Ditët avancojnë, teksa punimet duke sikur kanë mbetur në vend numëro. Në zonën e plazhit të familjarëve nuk është kryer deri më tani as 20% e këtij projekti. Referuar afateve të përcaktuara në relacion, ky projekt tashmë duhet ishte drejt fundit, por në vendin që po realizohen punimet, po ndodh krejt e kundërta. Një tabel në hyrje të kantierit të ndërtimit tregon se afati i realizimit të punimeve është 12 muaj, por faktikisht punimet që kanë nisur në muajin janar të këtij viti, sipas këtij afati, duhet të kishin përfunduar këtë fundvit, por duke parë atë se çfarë po ndodh në zonë, puna duket ende shumë larg përfundimit të saj. Në Bregdetin e plazhit të vjetër prej kohësh, numri i punojësve të cilët angazhohen në realizimin e këtij projekti është tepër minimal. Gjithashtu, aty mund të gjesh edhe një numër tepër të ulët të mjeteve të tonazhit të rënd që angazhohen në punime. Tek tuk ndonjë eskavator dhe kamion, të cilët angazhohen me ato ritme të ulta të punimeve në zonë. Kantieri i punës prej muajsh është përqendruar në ndërtimin e trasesës shëtitore së re. Ka filluar puna në këtë front dhe me sa duket prej muajsh vazhdon po aty, pa ja dal dot të ndërtojnë as trasen e rrugës. Pjesa tjetër e projektit totalisht në hije prej muajsh. Ky është një projekt zhvillimor i qeverisë shqiptare, i cili financohet nga Fondi i Zhvillimit, ku përfituese është Bashkia e Vlorës. Ai parashikon vazhdimin e shëtitores lungomare në zonën e plazhit të vjetër, në të njëjtin model që është kjo shëtitore realizuar edhe më parë në Vlorë. Afati punimeve është 12 muaj, ndërsa vlera e tij shkon në plot 132 milion lekë të reja së bashku me TVSH. Pavarësisht vlerës së konsiderueshme në realizimin e projektit, firma e cila ka marrë përsipër realizimin e tij nuk po ja del dot që të rrisë ecurinë e punimeve duke punuar përgjatë gjithë kohës me ritmet e breshkës.